Akrep të dashur, mirë se erdhët në leximin e juaj të radhës. Të dashur akrep, këto letra që kam hapur tregon një periudhë përballje me të vërtetën. Me të vërtetën dhe një mbyllje të heshtur të diçkaje që ka qenë e paqartë. Nuk ka shpërthim, nuk ka drama, thjesht ka një qartësim. Çfarë po vjen konkretisht të dashur akrepi? Përpara akrepit po vjen një zbardhje faktesh. Po kuptoni diçka, po merrni vesh diçka që nuk e keni ditur. Një e vërtet që del vetë në sipërfaqe, një situatë ku nuk ka më hapësirë për interpretime. Diçka që ka qenë dyshim të paqartë ose e mbajtur në errësirë është duke dalur në dritë. Këtu mund të jenë shumë gjëra të dashur akrepër. Një e vërtetë, do kuptoni për një person më shumë, do merrni vesh diçka që nuk e keni ditur, keni patur dyshime, amëndësime, por që nuk e keni patur të qartë, por diçka sado që të jetë e dhimbshme apo e kundërta, e mirë, e gëzueshme, do t'ju jap qartësi. Dhe si do shfaqet kjo në jetën e juaj reale? Kogja në mënyrë reale, konkrete, një bisedë që do nxjerr gjëra të hapur, një informacion që ndryshon mënyrën se si i sheh situatat apo një situatë, një vendim që merret pasi gjithçka është bërë e qartë. Kjo pra nuk vjen as për të tronditur, as për të mërzitur, vjen për të çliruar nga dyshimi të dashur. Sepse nuk ke më pse të hamendësosh akrepër, nuk ke më pse të lexosh mes rreshtave apo nën rreshta, nuk ke më pse të presësh. Pas kësaj, ose vazhdohet me kushte të reja, qoftë lidhje, qoftë punë, qoftë familje, qoftë me vetit e juaj, me veten e juaj, ose mbyllet pa kthim. Pra, vendime të qarta, më pak tension të mbrëmshëm akrepi, ndjesi të një kontrolli, sepse e di ku po qëndron, i ke të qarta gjërat, këtu akrepi nuk humbet fuqi, përkundrazi e rifiton atë duke pasur informacionin e plot për çfarëdo që po bëhet fjalë. Pra të dashur, e vërteta, siç e thash, nuk vjen për t'ju lënduar, po për të prerë lidhje të kota, për të prerë investim të kotë, për ta larguar. Ajo që mbetet pas kësaj do jetë realja, do jetë e vërteta. Pra, nuk do dëshiroj apo të keni kujdes së faktet, sinjale që po ju dalin para, mos i shmang ato, përdori për të vendosur apo për t'i vendosur sakt. Një gjë, çfarëdo që të jetë ajo, të dashur akrepër, është duke dalë në dritë. Dhe kjo do jetë më së shumti në favorin e juaj, çfarëdo që nuk është e qartë.